E vërteta është që Tirana është kostumi Armani i këtij futbolli, prandaj këta janë të shqetësuar, nuk bëhet fjalë. Edhe unë nuk mund të guxoj, të mos mendoj që kur flitet për futbollin mos thuhet Partizani, Tirana, Dinamo, të paktën të treja për tituj që kanë dhe për kontribut. Tani, nëse do një emër serioz për sportin, po i them unë këtij që ka dhënë kontribut edhe që bën. Kujdes tani këtë moment. Po ja ta them shumë kujdes. Edhe marr Artan Shytin apo. Po le ta marr, po doli i humbur Tirana nga ai si drejtor borde dhe për këto gjëra, unë ta garantoj me jetën time. Por se ky i Barletit, Malim Barletit. Nuk e di fare pse bashkë jeni ju. Profesori, doktori. Po le ta marri. Ka treguar. Ai ku ti gjeti marrin këta valla, se do jamin eksperiencë. Po të them një emër serioz, shumë serioz. Po tani me që kemi si ka qenë trajner të Gjilanin në Kosovë. Në Kosovë, nuk e di se ka qenë. Altin, them dy fjalë se ma preve. Ja, kemi Naim Selmanin lidhje direkte që për trajnerin dhe direkt aty. Naim, përshëndetemi mbrëma. Përshëndetje edhe për juve, Altin, faleminderit shumë për ftesën. Na ka ardhur një trajner i ri, disa thonë i talentuar, disa thonë serioz, disa thonë që nuk është nivelin e Tiranës, disa thonë që nuk ka bërë mirë te Gjilani. Prandaj një lidhje me një gazetar që i di të gjitha këto gjëra si që jeni ju, zoti Selmani, do të ndihmoj studion e Megasport. Shumë për ftesën. Në Kosovë, eksperienca e parë në Uhiut ka qenë të drita, fillimisht ka qenë në pozitën e ndihmësit të trajnerit, dhe më pas e ka marrë pozitën e trajnerit kryesor, dhe suksesin më të madh ka arrit në sezonin 2019-20, nëse nuk gaboj, kur e ka fituar titullin e kampionit me skuadrën e dritës. Pastaj i ka pas disa përvoja jashtë Kosovës, dhe është kthyer përsëri te skuadra e Gjilanit, nuk ka pasur sëri të mirë te Shkëndija, por nuk ka kaluar mirë as te Gjilani. Megjithatë, Gjilani edhe ky në aspektin profesional janë treguar korrekt që të dyja për faktin që Gjilani e ka pritur që në periudhë të gjatë, duke ia besuar detyrën pavarësisht rezultateve jo të mira dhe kërkesa sigurisht besoj minimale Gjilanit të rast ka qenë sigurohet një pozitë që do t'i garantonte atyre të paktën pjesëmarrje në garat evropiane dhe po ashtu të ishte pretendent në betejën për titull. Po nuk e doli në asnjëherë nga sezonat e tij në Kosovë në Uhiu. Dhe tani si duket në fund pas rezultateve negative, nëse s'gaboj, ka pasur 7 pikë nga ndeshjet e zhvilluara në fillimin e këtij kampionati, me marrëveshje të dyashme, e kanë shkputur kontratën dhe shtën e lirë më pas në një aspektin. Në aspektin njerëzor mund duhet ta lavdroj, është super profesionist, sidomos në çastin e gazetarët, ne e dim që është puna jonë e gazetarisë dhe në shumë të rasteve hasim në probleme në komunikim me trajnerët, o njëherë donë, nuk donë, ndërsa në Uhiu, të drejtën ka qenë i qatë shumë në stop edhe në humbje, edhe në fitore, edhe në rezultat pozitiv, edhe në rezultat negativ, në këtë drejtim duhet ta lavdroj. Ajo që kritikohet ndoshta pak më shumë në Uhiu këtu në Kosovë nga njerëzit është fakti që e preferon ndoshta pak më shumë pjesën defanzive, më pas synoj nxjerr diçka nga pjesa ofanzive në lojë. E kuptoj. Të falenderoj për këtë, por mund të bësh një panoram të kampionatit në Kosovë, si është të kohët e fundit, zhvillimet më të fundit, këta çunat që janë këtej përtej tunelit, në një nga këtanët këtej përtej tunelit, që i lojë shqiptar nga dy anët, po... Për shembull, Dede me Ferizën tani në gjërën e fundit pësoj disfat, ndërkohë nuk është se ka pasur rezultate negative me Ferizën, e ka bërë një farë lloj ndryshimi Dede, ka dhënë freski ekipit, të drejtën, edhe pse qëndron poshtë dhe ka detyra shumë para vetës për faktin që Feriza është në pozitën e 8 edhe është afër zonës së rënjës dhe sigurisht synimi do të jetë që nxiten më lart. Ndërkohë, duhet të them që Ballkani është këndellur dhe në drejtimin e Sheut është një fytyrë pak më ndryshe në këtë edicion. Si ka vajt? Është vetëm 3 pikë larg liderit. Është në pozitën e dytë dhe ka vetëm një humbje, realisht është skuadra më mos pak humbje në Superligë si vjet. Naim, Nikol është me vllaznin këtu, është me vllaznin, po në Kosovë, me keje, ke një ekip që je në Kosovë, apo ja? Në vendin e parë. Me keje, se në Shqipëri ka thënë që je me vllaznin. Po, në Kosovë, them drejtën edhe nuk i kam ndjekur shumë, por
Ky djali që sapo përmendëm nuk është kush djali? Orgesi. Orgesi, po prapë është një ndër ato talentet I cili po jepet vërtet mirë në kampionatin e Kosovës. Absolutisht. Po ka një pyetje Xhevdet Zekaj, profesori. Realisht në sezonin e parë ka pasur shumë diskutime nëse është goditja e qelluar në pozitën e trajnerit e Ballkanit, po shohim tani këtë sezon është duke u treguar jashtëzakonisht pozitiv, është 3 pikë larg liderit Prishtinës. Naim, filluan pyetjet për ty. Po. Dhe Tirana e uzi. Bëja një pyetje fare të thjeshtë. Cili është mendimi juaj për nivelin e trajnerëve që vijnë nga Shqipëria dhe trajnerët e Kosovës? Ti je dakord me këtë prurje? Po të themi drejtën, për shembull në rastin e Ilir Dajës ka dalë një supergoditje për futbollin e Kosovës. Besoj që edhe trajnerët vendor kanë pasur që atë marrin, po në anën tjetër kur flasim për anën e kundërt, besoj që pak është besuar trajnerëve kosovarë në Shqipëri. Nuk e di pse. Nuk e kuptoj arsyeën. Besoj që ka trajnerë në Kosovë që mundën me ofru diçka pak më ndryshe në Shqipëri. Besoj që me qenë e mirë edhe për kampionatin, pa diçka pak më ndryshe. Okej, mirë. Falenderoj Naim Selmani për gjithë informacionet. Kënaqësi ishit së bashku në Megasportu në A2 CNN.